Zotri Vedat, si je? Mirë, faleminderit. Ju si jeni, si po kaloni? Mirë, edhe ne jemi. Ju uroj një pasdite të këndshme. Shumë faleminderit. Kalofshi bukur, jeni shumë të mira. Shumë faleminderit. Ju uroj sukses. Ku është jeta më e mirë? Po unë jam në Zvicër për bëllë mirë jem, po jeta më e mirë është Kosovë. Mi pas gjysën e parë të Zvicrës, edhe me jetu në Kosovë shumë më mirë. Tash edhe te me kërkesa të marrë në Kosovë. Të dush me dash Kosovën, qështu qësh është? Po qështu qësh është, po normal, mirë është shumë mirë në Kosovë. Po atje qësh është jeta atje? Edhe më mirë. Ja, mirë edhe kohë. Po tash ma zgjedh njërën. A më jo më pare të Zvicrës Kosovën? Kosovën me pare të Kosovës? Po pa tjetër me dhonë se na që shtoj shtinë më dëroje, temele, mi, pa mesa, pasash, sa i përket familjes gati kur gjës për na mungon, po me gjithat, jeta ma e mirë është në Kosovë. Qëka të pëlqe mas shumë të në Kosovë, për pos që është vendi jotë, kuptohet? Pa gjithçka, njerëzit, afërsia, krejt, mentaliteti, dashuria ndaj atë dhejot, nëndhejot, vendlindjes, është. Dje kemi pas një temë se qësh po pritë mërgjimtarët në Kosovë. Qësh po të presin ty kur po vjen këto? Shumë bukur, shumë mirë, për besë. Veç a din mundësicë për në lejoj norma shpesh, se une për veti, 2 vllazni, 2 motra krejt atje i kom pjesën, do mund 80% 90 familjes, këtu e kom familjen e ngosht, do më thonë, ama shumë, do më thonë, apresin mirë, shumë, edhe unë sa ko mujë, do më thonë, nuk jom kërsyjnë ato mundësit e mija, kur jom kom pak ma lekshte, ma para lufte, gjatë luftës, për ndryshe tash, janë shumë krejt, si cili jo mas mirë. Ma mirë se tjetre, më vje shumë mirë, zotri Vedat. Ma mirë se tjetre, që veç shëndet ju dëshiroj edhe atyne, edhe njëve këndej, edhe i sholla presëm ditë më të mira për gjithë rinin e Kosovës, për edhe ardhmëri të mirë. Sa ma pak, do mund të alëshojnë Kosovën, sa ma pak të kenë kushte, mundësi, do mund sa ma shumë me jetu në Kosovë, me zhvillu jetën në Kosovë. Mirë, zotri Vedat, faleminderit shumë për telefonatën, për shëndetin.